përshëndetje demokrat dhe demokrate, që me padurim po e prisni 11 majin për të larguar nga zyrat qeverin që ju përzuri bit dhe bijat, për të larguar nga zyrat qeverin për të larguar nga zyrat këtë qeverit korruptuar që përpiqet ju hajt tokat dhe t'ju përmbys varret e të parëve me projektin abuziv të Skavicës. Ashtu siç kanë qelur lulet e mollëve tuaja të famshme, do të qelë së shpejti demokracia në Shqipëri. Përshëndetje doktor Berisha dhe mirë se erdhe në Dibër. Dibra që gjithmonë ju ka pritur me derën hapur dhe zemrën plot. Tani ju ftoj të gjithëve të hapim të takim të mrekullueshëm duke nderuar himnin kombëtar. Folësin e parë, zotin Fehmi Zebi, një fermer, për të dhënë perspektivën e fermerëve të Dibrës. Faleminderit. I nderuar doktor Berisha, doktori i zemrave shqiptare. Doktor i bëna kërkesë shtabit elektoral të Partisë Demokratike që t'ju paraqiten këtu para popullit Dibrës dhe para gjithë popullit shqiptar. Natyra bët vetën. Ne si fermer të Dibrës këtë vit, edhe para 8 vjeç, po këtë vit ka falimentu gjithë pemtaria e Dibrës. Doktor, ti të don Vlora, ti të don Jugu, ti të don gjithë Veriu. Doktor, po pse ne Dibra nuk të duam ti? Doktor, para 3 ditësh këtu në këtë salë, ka qenë një korbizi. Nuk e di, doktor, nga anët tuja, po ne këtu ndibër korbin, edhe sorrat i quajmë shpendët që bijën vetëm kop dhe zi. Doktor,
Njeni korp e një nisor, po na dul në nisor lezh. Edhe ai në të vitet të ndibër, të haj me Gjemal Gjunqin, me Xhelal Mziun. Po jo lezh. Ai nuk është Dibran. Se po tjetë Dibran vjen këtu ndibër. Nuk është lezh. Doktor, do më falish, ku më pratit një ankes, një kërkes, Partisë Demokratike, se këtile qeverisë, korbave dhe të sorrave, nuk u ankohen, as nuk u gjulzohen. Doktor, unë jam Femiz Zebi, një ndër fermerët e parë të pemtarisë në Tibër. Ju e keni ndihmu, ku keni ardhur qeveri e keni ndihmu, jo vetëm demokrat, po pa parti, socialista, demokrat, kush ka desht me mbjell, ka mbjell, në qeverisjen tënde. Unë jam sot tu, sepse prej 2 muaj kam dëgjuar Sali Berishën, doktorin e zemrave shqiptare. Që ka formulu një program të tij, kërkesa që në fermerët e Dibrës dhe besoj gjithë Shqipërisë bëjmë për vitësh. Ka 12 vjetë këtu në këtë vend nuk mbjellet as një pemë, as një rronjë frutore. Unë programin e Partisë Demokratike e kam dëgju dhe ndëgjojmë me vëmendje. Ne kërkojmë financim për çdo njësi prodhimi, ulljet të vëshoje, ulljet e të vëshës të helmëve, të plehrave kimike. Ne kërkojmë të ndihmojmë, por ki shtet, se ne ishim para 3 ditësh këtë drejtoria bujqësisë, por ata hikën, u fshehën. Doktor, nuk e di Tiranë, po këtu në Shkopi është 1.700 lek litri i naftës. Unë e kam pre siguracion maqine 50 euro për një vit, edhe në Tibër të Madhe është 1.025 lek. Ja, kjo është krasimi. Doktor, të uroj shëndet, të uroj jetë gjatë, që ti je shërimi i popullit shqiptar. Roft Shqipëria, roft Dibra, fitore, fitore, fitore. Tani dua t'i jap fjalën kryetarit të Unionit të Përndjekurve Politik, zotit Besim Ndregjoni. Të nderuar Dibran, Bulqizak, Klosjan, Matjan, mirë se keni ardhur në këtë miting madhështor në Dibrën e Kuvendeve, në Dibrën e Burnis, në Dibrën e Besës. Si Dibran i autorizuar nga të burgosërit politik dhe të përndjekurit politik të Dibrës, nga familjet fisnike të Dibrës që u shkatrun 4 breza nga Partia Komuniste që udhëhiqet sot nga Edi Rama, me lejoni t'i uroj mirë se ardhjen Gjenjalit, Feniksit, të konservatorizmit shqiptar, profesor doktor Berishës
mirë se erdhe në Dibër, në Dibrën e mendjes, në Dibrën e burrisë. Falemderit, doktor. Është fat për kombin shqiptar. Është fat për antikomunistat shqiptar që në kryet konservatorizmit kemi një Feniks që e ka emrin Sali Berisha. Në 97 komunistat erdhën nga pushteti me forcën e anëve. Në 2005 Feniksi u qu ma i fuqishëm, ma i madh, ma madhështor. Dhe e bëri Shqiprin antaret NATO-s. I dha Shqipëris pasaport europiane. Çfarë pasaporte do na japi ky ne? Vlezër dhe motra, kjo 2005 me 2025 ka një gjët përbashkë. Në 2025 kemi kryeministër profesor doktor Sali Berishën. Ju bëj thirrje si Dibran, si përndjekur politik, si presidenti i Unionit Burgosërve të përndjekur politik të mbarë Shqipëris që më kanë autorizuar t'i premtoj doktor Berishës se antikomunistat shqiptar, konservatorët shqiptar, popli shqiptar do votoj njëshin. Do votoj kundra urrëties që ka instalue Tirana në politikën shqiptare. Do votoj njëshin që Shqipëria t'i bashkohet konservatorëve amerikan dhe presidentit Donald Trump. Prandaj, nga Dibra, e sigurojmë doktor Berishën se Dibra, Veriu, Malësia, Jugu, Labria, të gjithë do votojnë njëshin të shpëtojnë Shqipërinë. Njëshi shpëtoj Shqipërinë. Rrofsh doktor Berisha. Rrofshin Dibran, Bulqizak, Klosjan, Matjan. Lavdi shqiptarve kudo që janë, në diasporën çdo vend. Me 12 maj, le ta nisim vallën nga Dibra dhe ta përfundojmë në Tiranë. Lavdi. Entuziazëm i papar. Tani dua të ftoj një pensionist, zotin Ilmis Pata. I nderuar zotë, të nderuar pjesëmarrës, unë jam Ilmis Pata.
education. Është I qartë, arsimi do të kthehet në prioritet, pensionet do të rriten, rinia do të mbështetet, biznesi do të zhvillohet dhe mirëqendja do të përmirësohet. Kjo është Shqipëria të duam. Europa, ku duhem të shkojmë si popull. Shqiptarët nuk duhen pasaporta për të ikur, si dëshiron Edi Rama të na përzejnë. Duhem standarde evropiane këtu në Shqipëri. Unë I bëj thirrje Dibranëve këtu dhe në diasporë të votojnë për të pushuar nga puna Edi Ramën. Mbi 1 milion shqiptarë janë larguar nga vendi në 12 vite. Me 11 maj, shqiptarët do të zgjedhin të qëndrojnë në vendin e tyre. Le të zgjedhim numrin 1, Shqipërinë me ekonomi të mbikëmbur, me shpresë për të qëndruar me minimumin jetik për të pamundurit. Me 11 maj, le të pushojmë nga puna atë që ju le pa punë dhe ju përze. Le të japim punë atij që ka bërë vepra për Shqipërinë, që nuk është në këtë betejë për karrike, por për një mision. Rrot Sali Berisha, rrot Dibra, rrot! Shumë faleminderit zoti Ilmi që sollët problematikat e pensionistëve dhe tani do të kemi edhe zërin rinor. Do të ftoj tani një studente, Emanuela Mziu. Të nderuar qytetar Dibran, I nderuar doktor profesor Sali Berisha, gjithë ju kandidat të qarkut Tipër. Jemi mbledhur sot këtu, jo thjesht për të folur, por për të treguar. Për të treguar se jemi këtu, jemi të fortë e të bashkuar. Unë quhem Emanuela Mziu, studente e fushës gazetari dhe komunikim. Vi sot përballë jush, ashtu si që erdha 3 vite më parë me të njëjtin potencial e dëshirë, fatkeqësisht jo me të njëjtën pikpamje. E them këtë duke u bazuar në atë çfarë po ndodh në Shqipëri. Patjetër e lidh me aktualitetin, me arsimin, shëndetësinë, ekonominë, krimin e organizuar dhe pushtetin vendor. Si rezultati i kësaj qeverisjes, një mënyrë ose një strukturë të denjur heqje ku qeverisja kryet në mënyrë jo efikase, jo i denjë, jo abuzive apo korruptive. Ne jemi të detyruar të përballemi me ligje që nuk zbatohen në mënyrë të barabartë, me korrupsion masiv, institucione të dobta, qytetarë të përjashtuar, ose më saktë poshtësa të tjera se tek e fundit çfarë janë këto përballë arrestimit të kryebashkiakut të Tiranës. I cili tashmë kërkon lirinë apo të njihen aktet hetimore. Vijojmë me videomesazhet në rrjetet sociale duke përdorur si simbol bufin për të treguar se kush ja ka frikën kujt, apo me kërcimet në përsheshje për treguar se fushata nisi. E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, edhe gratë që zoti Rama mbledh me autobuse furgon për të treguar se 4-1 s'ka povaki, po forca nuk matet me numra e me fjalë të bukura siç keni bërë gjithmonë, I nderuar kryeministër. Duke qenë se sot ndodhem para jush si një studente, dua të them se studentët sot hasin goxhaf vështirësi. Duke nisur që nga tarifat e larta, vonimin e bursave, mundësitë për punësim, shpërndarjen e pasigurisë e të tjera. Si do I paguaj një student tarifat e degës që ka zgjedhur në momentin kur familja është e papunë? Një studenti I përballet familja me fatkeqësi që vjen nga mungesa e shërbimeve.
Dikuj tjetër i përballet familja me thjesht papunësinë. Dhe në këtë moment ato kthehen të shkret dhe lindin goxha pikpyetje. Një student tjetër mund kërkojë punë, por paga që ofrohet është shumë e ulët. Nuk mjafton as për nevojat bazë të një studenti. E pastaj qërat që janë kthyer në maks për të gjithë ne. Dikur Dibra kishte një universitet, e si të mirë publike, ne përfituam mbylljen e tij. E si rrjedhoi, shumica u larguan, e disa të tjerë u shkëputën krejtësisht nga pamundësia ekonomike. Në Dibër sot ka kapluar heshtja, që në rrugë vetëm të moshuar. Ku mbeti rinia, apo po ecin përpara, siç thotë edhe kryeministri i Shqipërisë? Dëgjoj student teksa më thonë se u ka ikur motivimi për të studiuar me mendimin se një ditë do diplomohen, po nuk do e konsideroj asnjë. Kjo është ajo çfarë u ke dhuruar studentëve i nderuar kryeministër. Ja çfarë keni bërë deri më sot në qeverisjen tuaj. Mos harroj edhe diçka tjetër. Është ajo aboneja që ne morim çdo muaj, por është me afat të kufizuar, apo një kartë studenti ku lehtësisht mund gjobitesh. Shumica e studentëve sot jetojnë nëpër konvikte, e ju thoni se konviktet janë me kushte optimale si në vendet e tjera të BE-s. Ato thjesht kanë kushte skandaloze, jo optimale, i nderuar kryeministër. Kryeministri jon kemi parë që nis fjalimet e tij me lërini burrat. Lërini burrat pas patë të njëjtën vidhje politike, se tek e fundit që duen. Po doli që vota e tyre nuk shkon për Ramën, atëherë thjesht lërini burrat se nuk ju duen. Unë nuk e di se çfarë ju doni të tregoni me këtë, por nuk po jap përgjigjen time se nuk dua të demoralizoj njerëz, apo siç thotë edhe doktori e dini vetë. Zoti Rama, shufiqi i grave që ju mblidhen nëpër fushat, që janë të detyruar në fakt të vinë se ju kanë zgjedhur një herë, ndodhen aty jashtë pas treja. Ndodhen duke u marrë me bujqësi e bleguri për të mbajtur familjet. Disa vuajnë në nështje mallin e fëmijëve që ndodhen në vendet huaja. Disa të tjera priten që të ngrihet pensioni në mënyrë që të blejnë ilaçe dhe të kurojnë sëmundjet. E disa të tjera enden rrugëve duke shitur për të fituar sa të pak. Ja pra, kjo është qeverisja juaj. Janë pikërisht mundësitë e arta apo projektet ambicioze që janë premtuar që në vitin 2013, ndërkohë nuk mjafton fakti se nuk janë përmbushur, por kërkohen të plotësohen nga 2025 e tutje. Një shoqëri e tërë po jeton me frikën për të folur, me frikën për të jetuar të qetë, me frikën për të buzëqeshur një të ardhmje të sigurt e ofruese, ama të detyruar të përulen dikuj që përveç se ironi dhe sarkazëm, vështirësisht e gjë tjetër. Më vjen keq për njerëzit të cilët blihen, shesin në rast të parë veten e tyre e pastaj familjarët. Për çfarë? Vetëm për ca të holla dhe kur të dalin pastaj të shpenzojnë do thonë sa shtrenjtë. Kështu që dua të them sot se forca e vërtetë qëndron me vendosmërinë dhe qëndrueshmërinë tonë. Le ta përdorim këtë moment për të treguar dhe kujtuar se kemi gjithçka na duhet për të fituar. Vizionin, kurajën dhe më rëndësishmja njëri tjetrin. Rroth Partia Demokratike dhe Demokratët kundërndohen. Faleminderit. Fjalët e rinis gjithmonë të vyera. Tani, personi që do të ftoj tani për te karrierës profesionale që e ka shumë të gjërë, më tha Artiola, jo sot do më thuash vetëm që jam nip Dibre. Zonja dhe zotri, Andi Mustafae. Nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha.
Nderuar drejtues politik i qarkut, zoti Xhelal Mziu, të nderuar demokrate dhe demokrat, qytetare dhe qytetare të Dibrës. Kjo është një fjalim pak emocionues për mua sot. Nuk vi përpara jush, as si zëdhënës si fushatës elektorale, as si drejtues i departamentit Brengen, as si antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Sot vi përpara jush shumë më thjesht, por njëherë shumë më fort. Vi si djali Donikës, si një pilut Figrevës, në tokën që ka parë nënën time të lindet e rritet, në tokën që ka parë nënën time të bëhet grua e mrekullueshme, nëna e jashtëzakonshme që ajo është. Ne fëmijët jemi pak të padrejt me nënat tona, marim për të mirë qenë dashurinë dhe sakrificën e tyre. Si e tillë, harrojmë pak rëndësinë e vlerave që na sjellin në formësimin ton njerëzor. Harrojmë forcën që na japin në shtyllën ton kurrizore për t'i bërë ballë sfidave të shumta të jetës. Betejë që ne kemi përpara është ajo e dy botëve të papajtueshme, e dy modeleve të papajtueshme. Përpara disa ditësh, Edi Rama ishte në Dibër. Në vazhdën e gjuhës së tij përçarse dhe përçmuese, ai lëshoi përsëri helmin e tij në mesin tuaj. Lotëve që rrjedhin në faqet e nënave për shkak të fëmijëve të larguar në emigracion, plak kjo që nuk mbyllet. I shtoj dhimbja ofendimit të burrave me cilët keni vendosur të ndani jetën tuaj. Bani kokën poshtë. Bani kokën poshtë, duket se është motoja e Edi Ramës, por gruaja Dibrani që unë njoh nuk e mban kur kokën poshtë. Mua mamaja më ka rritur me një ndjenjë të madhe krenarie, me modelin një gruaje të pathyeshme në shpirt dhe me një zjarr të pashtërueshëm në zemër. Çka ndodhur vallë? Çka ndodhur vallë që disa Dibranti dorëzoheshin ashtu sulmeve të Ramës? Ajo më ka trashëguar dëmshurinë për njerëzit, sepse mënyra se si një shtet trajton njerëzit në nevojë, thot çdo gjë për modelin e shoqërisë që promovojmë. Kjo është edhe shtylla e parë e programit Partisë Demokratike. Paketa e dëmshurisë për të rikthyer dinjitetin qytetarëve shqiptar. E palodhur në jetën personale dhe profesionale, ajo më ka trashëguar dashurinë për punën, si mënyra e vetme për të ecur përpara në jetë. Kjo është edhe shtylla e dytë e programit Partisë Demokratike. Prodhim, 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 vepra dhe jo fjalë. Ajo më ka trashëguar dashurinë për familjen, vlerë e gjitha vlerave, gur themeli shoqërisë sonë. Dhe kjo është shtylla e tretë e programit Partisë Demokratike, lufta kundër shpopullimit dhe mbështetja e familjes. Ajo më ka trashëguar një pasion për disiplinën, por edhe le të themi pak me humor dhe pak me seriozitet, për pastrimin, sepse vendosja e rregullit brenda vetes është kushti i pazëvendësueshëm i një njeriu të fortë. Kjo është edhe shtylla e katërt e programit Partisë Demokratike, shprehur pa rreshtur dhe gjithmonë më fort nga zoti Sali Berisha. Ne do pastrojmë shtëpinë tonë, ne nuk do rreshem derisa shtëpia jonë të pastrohet. Mamaja ime është bija e Dibrës, grua demokrate, zonja shqiptare, dhe zonja shqiptare është qenia më madhështore, është zemra e ëndrës sonë të përbashkët e Shqipërisë madhështore. Demokrate dhe demokrat, zonja dhe zotri, kudo që jeni, digjoni thirrjen tonë. Për të gjithë gratë e Dibrës, për gjithë nënat e Dibrës, për gjithë ata që nuk e ulin kokën dhe nuk dorëzojnë përpara skeqes. Bitë dhe nipat e Dibrës kanë vendosur të kthejnë në shtëpinë e tyre. Bitë dhe nipat e Dibrës kanë vendosur të thajnë lotët tek sytë e nënave të mbytura nga malli, se kjo tokë është e jona dhe për te ne do bëjmë çdo gjë. Shqipëria madhështore nuk është thjesht një program, është një zotim që na lidh të gjithëve me njëri tjetrin, është një zotim i njeriu të fjalës mbajtur, kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës. Zoti e bekov Dibrën, Zoti i bekov shqiptarët, fitore, fitore, fitore. Drejtuesin politik të qarkut, zotin Xhelal Mziu.
I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, të nderuar pjesëmarrës, është një event shumë i rëndësishëm. Ne demokratëve, ne dibranëve nuk ka pallat sporti, nuk ka fush, nuk ka bulevard që na mban. Ne jemi shumica, ne jemi demokrat, ne do të fitojmë. Të dashur bashkëqytetar, para 2 ditësh në këtë sallë ishin nënat tona, ishin motrat tona, por 80% prej tyre i kishin sjell me zor. Por krye hajduti, krye kriminali, i fiu motrat tona, nënat tona, dibranët, i fiu dibranët. Por ky kriminal nuk e din që Dibra nuk është ajo çfarë percepton ai, por Dibra është e trimave, është e Skënderbeut, Dibra është e Pushkës, është e Lezi Sufit, Dibra është e Penës, është e Iljas Pash Dibrës, Dibra është e Themelimit, është e Dom Nikol Kaçorrit. Nuk ka Edi Ram që e poshtron Dibranin. Ne kemi mbrojtur me Pushkë, ne kemi mbrojtur Shqipërinë, ne kemi mbrojtur dhe Vlorën, ne kemi mbrojtur tërë shqiptare, ne kemi bërë ballë Turqisë, ne kemi bërë ballë Serbisë, ne kemi bërë ballë neodiktaturës dhe diktaturës. Ne do ta shembim të qeveri krimit dhe korrupsioni. Nuk e ka provuar vulkanin e Dibranëve. Dibra e des Shqipërinë. Fitoja e Partisë Demokratike do të fillojë nga kjo sallë dhe do të mbyllet me datë 11. Krye hajduti që nuk din të bëj platformë, që vetëm din të fyej, sa asgjë tjetër nuk ka, në 12 vite qarkun e Dibrës e ka kaluar në qarkun më të varfër të Shqipërisë. Sipas Eurostat, qarku i Dibrës është më i varfër në Shqipëri dhe më i varfër në Evropë. Dhe kjo është bërë vetëm për shkak të një kryeministri hajdut, kriminal, si askush tjetër në Shqipëri. Kjo qeveri i krimit dhe korrupsioni në këto 12 vite e ka zhbërë arsimin në Shqipëri. I ka mbyllur mbi 50% shkollave. Ka mbyllur universitetin shtetëror duke i hakmarrur politikisht, por edhe për shkak krahinës. E ka mbyllur universitetin dhe në Kuks. Nuk ka Dibran, Kuksian dhe shqiptar që duhet ta votoj këtë qeveri krimi dhe korrupsioni anti-arsimit. Ky kryeministër që vetëm din të vjedh dhe asgjë tjetër nuk bën, e ka rënuar bujqësinë. Dibra është hambari i dytë i bujqësisë në Shqipëri, por Dibrën e ka zhbërë, e ka lënë ndjerë, sepse e bën jo vetëm politikisht, por edhe për shkak krahinës. Nuk ka Dibran që do ta votoj këtë qeveri krimi dhe korrupsioni. Çdo votë e tij do të shkojë drejt numrit 1, drejt Sali Berishës, drejt PD-s. Kjo është qeveria më korruptuar, jo e Shqipërisë, por është qeveria më korruptuar që ja kalon dhe vendeve të botës tretë. Kjo qeveri mjafton korrupsioni i rrugës Arbrit. 35 kilometër me profesor doktor Sali Berishën janë bërë me 7 milion euro. 35 kilometër tjerë janë bërë me 450 milion euro. 6 herë më shumë. 5 fishin e tyre e ka përveçuar ky kryeministër. Ky krye hajdut, ky që guxon të merret me Dibranët, por që do të hapsoj me datën 11 maj. Ne kemi një kryeministër që përveç fushatës së 2013 që ngeli thjesht një ëndër në sirtar, në çdo fushat që ai bën, një herë me tallava, një herë me dajre dhe një herë me ballë, ju e pat, Sali Berisha, Partia Demokratike, shpalosi një platformë në shesh dhe nuk i mbante sheshi, një platformë në Pallatin e Kongreseve.
a i shfaqi një festival Gjirokastre në qendër të Tiranës. Kush është ai shqiptar që veton të qeveri krimi dhe korupcioni? Platforma Partisë Demokratike është më e mira që ka patur ndonjëherë Shqipëria. Është bërë me vullnetin dhe guximin e profesor doktor Sali Berishës, me asistencën e SDU-s në Gjermani, me asistencën e republikanëve në Amerikë. Është një plan Marshall për Shqipërinë. Sali Berisha do të shpëtoj Shqipërinë. Partia Demokratike do të çliroj Shqipërinë. Sot Dibra është bërë një fshat i shkret. Sot Shqipëria është bërë një zonë e shkret. Ja kemi kaluar edhe vendeve që janë në luftë. Dhe kjo bëhet vetëm për shkak të Edi Ramës. Sali Berisha, Partia Demokratike ka një platformë, jo vetëm për të ndaluar hemorragjinë e largimit masiv, por për të populluar Shqipërinë. Dhe ka një platformë që ka prishur mendjet jo vetëm të demokratëve, por dhe të socialistëve. Demokratë dhe socialistë do të votojnë numrin 1 me datë 11 maj. Platforma e Partisë Demokratike është një lloj si platforma e Donald Trump. Donald Trump është nishi, Sali Berisha është nishi. Votoni numrin 1. Votoni numrin 1 sepse është zgjidhja. Sepse Sali Berisha dhe Donald Trump kanë vetëm një qëllim: për të forcuar ekonominë e shtetit, për të konsoliduar ekonominë e një familje, për të punësuar çdo 33. Ndaj ne së bashku do të kemi mundësi për ta shpalosur derë me derë këtë platformë dhe për ta rrëzuar. Ne do ta grushtojmë të qeveri krimi dhe korupcioni. Ne do ta mbysim. Ne do të fitojmë 4 mandate. Edi Rama do të morë vetëm një mandat. Fitore. Tani është një moment shumë i rëndësishëm, pasi do të prezantojmë ekipin e qarkut Dibër, duke filluar me drejtuesin politik të këtij qarku, zotin Xhelal Mziu. Denisa Vata, Alketa Agolli, Përparim Spahiu, Basir Çollaku, Ismail Uka dhe Xhemal Gjungshi. Tani ju e dini që është momenti të vi këtu profesor doktor Sali Berisha. Të dashur dhe të nderuar Dibrane dhe Dibran, të pranishëm në këtë sallë, qindra të tjerë jashtë kësaj salle dhe të gjithë banorëve fisnik të këtij qarku, Peshkopis, Bulqizës, Matit, për shëndetjet e mia më vllazërore, mirënjohjen time më të pakufishme,
për këtë pritje të jashtëzakonshme, për këtë mesazh, triumfi dhe fitorie që ju përcjellni shqiptareve dhe shqiptarve në Shqipëri dhe kudo në botë. I dashur Zoti Xhelal Mziu, udhëheq politik I qarkut të Dibrës, të dashur kryetar të degëve të Partisë Demokratike, Peshkopis, Bulqizës dhe Matit, të dashur kandidat për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, për qarkun e Dibrës, bi dhe bia të shquar të këtij qarku, përfaqësues tuaj dijitoz, krenari e vërtet kombëtare për Dibrën, Bulqizën, Matin dhe mbar Shqipërinë. Ky entuziazëm, ky optimizëm I juaj dhe I mbar banorëve të këtij qarku është dëshmia më madhore e pranverës dibrane të demokracisë, e fitores së 11 majit. Sot ne mlidhemi ndërkohë që vëllezërit dhe motrat ton të krishterë, katolik dhe ortodoks, kudo që ndodhen, festojnë nesër ngjalljen e Krishtit, festojnë Pashkën. Le t'ju urojmë nga zemra gëzuar festen. Ngjallja është presa, është përjetësia e jetës, e vlerave, e njeriu. Të nderuar, të dashur miq, unë jam sot para jush për të paraqitur në emër të koalicionit për Shqipërinë Madhështore, koalicionit më të madh që ka patur Shqipëria në 32 vite, koalicionit të 25 partive politike, programin ton, për të paraqitur projektin ton, për Dibrën Madhështore, për Shqipërinë Madhështore. Asgjë nuk kemi shpikur ne
në projekt në Shqipërisë madhështore. Themelet e këtij projekti janë në shpirtin e madh të grave dhe burrave të Dibrës dhe të Shqipërisë. Themelet e këtij projekti janë në trashëgimin e Dibrës dhe Shqipërisë. Themelet e këtij projekti janë në trashëgimin e kësaj treve që i dha kombit kryeherojnë e vetë, i dha kombit mbretin që ndërtoi shtetin e parë të shqiptarëve, i dha kombit qeverinë e parë të lidhjes Prizrenit, qeverinë e parë shqiptare, i dha kombit lavdin e pamposhtur të burrave dhe grave të tij, maleve dhe kodrave fushave të tij. Rrëf Dibra, rrëf Mati, Bulqiza, rrëf Shqipëria. Unë kam derë të madh, që përfaqësoj sot 25 forca parti politike, dhe vi tek ju garantoj se vi tek ju me sensin e shërmëtorit tuaj, vi tek ju me bidhje dhe vendosmërim, me misionin për të bërë gjithçka që kjo situatë të përmbyset, që Shqipëria, që Dibra të shtrohet përsëri në vendin e ëndrrës shqiptare, të bijve dhe të bijave të saj, që Dibra, Shqipëria të bëhen të jetueshme dhe të mos braktisen si tokat shkreta si kuna nuk janë, nga fëmijët, bijt, bijat, burrat dhe gratë e tyre. Miqtë e mi, në këtë moshë, në këto vite, në vjeshtën time të mrekullueshme, nuk me duhet pushteti, nuk kam ambicje për para, as për luks, por kam një ambicje, por kam një qëllim, por kam një mision, të bëj gjithçka për të ndryshuar jetën tuaj. Për të përmbush me nder para jush, për të përmbush me faqe të bardhë para jush këtë mision, unë kam elate që tjertë e masulmojnë, kam një eksperiencë e cila më bën mua të mundur të mbaj çdo premtim timin, të realizojmë çdo premtim dhe u jap fjalen se ky program do të jetë realitet për ju. Po. Nga e nisim ne këtë program? Nga e nisim ne këtë program, këtë projekt? E nisim nga ata të cilët janë më në nevojë, nga ata të cilët jetojnë duke folë me vete për shkak të skamjes dhe mjerimit. E nisim pra
për ta bërë këtë shoqëri më të drejtë, më njerëzore, më humane, më të barabartë. Ne kemi çdo potencial, por kemi dhe eksperiencën. Kemi dhe eksperiencën që ta bëjmë këtë me shpejtësi të madhe. Ta bëjmë këtë brenda 100 ditëve. Ata që mund të pyesin, po qërë këto çudira, u them, s'ka asnjë çudi. Qeveria e ardhshme brenda 100 ditëve do t'u kthej paraçt e vjedhura shqiptarëve. Miq, filozofia jonë, thelbi i këtij programi bazohet në parimin e thjeshtë. Parat qytetarëve, parat qytetarëve, parat qytetarëve. Po këtu, Sali Berisha nuk ka asnjë shpikje, asnjë zbulim. Sali Berisha nuk bën gjë tjetër, vetëm zbaton atë parim të hekurt që është i detyrueshëm për çdo qytetar të përgjegjshëm. Miqtë e mi, cili do që mund të dyshoj, i them këtu, gjej një mësuese në Dibër apo në Shqipëri, që nuk ju mbi dyfishuar rroga nga në vitet 2005-2013, qoftë një të vetme. Gjej një infermiere që nuk ju mbi dyfishuar rroga, gjej një mjek që nuk ju mbi dyfishuar rroga, gjej një punojës, gjej një pensionist me pension tult që nuk ju dyfishuar pensioni, gjej një pensionist me pension të mesëm që nuk rrit pensioni 60%, një pensionist me pension të lartë që nuk rrit pensioni 40%. Cili do që vend dyshim, le të kërkoj një meqiri, s'do t'a gjej kur në Shqipëri, sepse ne bëm këte. Po çfarë bëm ne? Po ne bëm atë që bën një qeveri e përgjegjshme. Ne bëm atë që bën një qeveri e përgjegjshme. Më falni, duke u kthyer para qytetarëve, ne me njerëzit me rrogat më të ulta, duolem në njerëzit më të paguar se të gjithë popujt e Ballkanit, më të paguar se bullgarët dhe rumunët. Këtu e lam në 2013-ën, jo vetëm kaq, por nga viti 2009, madje edhe më parë, por nga viti 2009, gjen viti 2013, 180.000 vëllezër e motra, emigrantë tanë u kthyen në Shqipëri, nisën investimet, vendosën bizneset, vendosën atyre, zbashku me ju. Çfarë ndodhi? Miq, do më falni. Për ata që kanë përjetuar diktaturën, i rikujtoj këtu se të gjithë gazetarët që vinin në Shqipëri e kishin një titull në çdo artikull që shkruanin: Shqipëria, vendi i kohës së ndaluar. Çfarë ndodhi 12 vjet me regjimin e Edi Ramës? Më falni, çfarë ndodhi? Rrogat i ngriu, pensionet po thuaj i ngriu, kurse çmimet
u rriten nga viti në vit. Parat nuk ju kthyen shqiptarve, parat nuk ju kthyen qytetarve. Dhe ne, dibrand shqiptar, që ishim me rroga pensione më të larta se popujt përreth, arritëm me çmimet më të larta dhe rrogat më të ulta. Bashkëmoshatari i pensionistit shqiptar, që mirëten vitin 2013, 143.000 lek dhe në Maltëzi mirëten 138.000. Sot merë në Maltëzi 450.000. Sot merë në Serbi 405.000. Sot merë në Macedoni 390.000. Pse kjo? Sepse u kthejnë para qytetarëve. Sepse një qeverie zgjedhur nga qytetarë, u kthejnë para qytetarëve. Po këta çfarë bën këta? Këta, kur ndanë buxhetin, u lanë thërrime, grabitën 90% investimeve, 12 miliard kanë investuar në rrugë, të cilat kur nuk shkojnë më shumë se 2.3 miliard, kanë vjedh pra 80-90% të gjitha taksave tuaja. Kjo merr fund. Miqtë e mi, Partia Demokratike do vendos pensionin minimal, do vendos minimum jetik 200 euro. Për çdo shqiptar, për çdo pensionist që ka pensionin në 200 euro, për çdo të papunë, për çdo njeri ndihmë ekonomike, për çdo student, për çdo jetim. Partia Demokratike do vendos rrogën minimale 500 euro. Në territorin e Shqipërisë mund të ketë rrogën në 500 euro. Partia Demokratike dhe koalicioni i ardhshëm qeveri zotohet para jush për kartën e konsumatorit, me të cilin rrogultit dhe pensionistët do marrin ushqimet 20% më lirë se të tjerët. Nafta, të cilën Kosova e merr nga Durrësi dhe e shet 40% më lirë, do zbres në çmimin që e shet Kosova dhe Maqedonia. Fermerët e Dibrës, këta njerëz të mrekullueshëm, do të kenë mbështetje të fuqishme, 5 herë më të madhe se sa sot. Do kenë atë mbështetje për çdo fidan të miell, për çdo kokë baktitur mbashtruar, për çdo njësi prodhimi që kanë fermerët e Maqedonisë, Kosovës, Malizisë dhe Serbisë. Fermerët do kenë linjat e kreditimit të butë të tyre, mbrojtjen e prodhimeve të tyre, mbrojtje sezonale, mbrojtje nga faktorët natyror, mbrojtje nga inputet toksike që sillen sot. Dibra dhe shqiptarët jetojnë sot një katastrofë në shërbimin shtetësor. Miq, 3 ditë më parë, Instituti i Statistikave të Shqipërisë informoi se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion euro për kujdesin shtetësor. Pra, paguajnë për ilaçe dhe kujdesin shtetësor 410
milion euro për person, 410 euro për person. Ky është çmimi më i lartë që paguan një qytetar në Europë dhe në botë. Pse kjo? Ndërkohë, nga taksa tuaja për shtetësi, i për rreth 1 miliard euro. Pse kjo? Vidhen dhe vetëm vidhen. Sot gjendja e spitaleve është katastrofale. Ju garantoj se ka qenë më mirë në vitin 86 kur unë kam bërë këtu 3 muaj. Praktik mjekësore kam ndërtuar me miqtë e mi mjek të reanimacion. Po, ka qenë më mirë. Se unë e njoh. Mjek të kishit këtu. Humanistë të vërtet ata. Ditë e natë punonin për qytetarët e Dibrës. Me aftësi dhe zotësi mbulonin shumë mungesa tjera. Kurse sot mjek tikin, infermier tikin, shtetësia shpartalluar. Kjo është, ndaj dhe ne do të dyfishojmë buxhetin për shtetësinë, do të dyfishojmë buxhetin për arsimin. Pa diskutim, mësuesin, këtë misionar të madh të kombit, të dijes, të edukimit, do ta vendosim sërish në pjedestal. Rrogat e tij do t'jenë jo me pak se 1.500 euro. Shkollat do të modernizohen. Tarifat për studime do të hiqen. Mesatarja do të hiqen. Miq, asgjë. Këto të gjitha i bën qeveria për 100 ditë. Por, përsëri kjo nuk është Shqipëria madhështore. Shqipëria madhështore është Shqipëria e prodhimit. Shqipëria në cilën të prodhohet në çdo skaj, në çdo qoshe të saj. Të rritet mirëqenia, të rriten rrogat. Shqipëria madhështore është Shqipëria e shpresës dhe besimit shqiptarëve. Kur nga diaspora të kthehen qindra mira prej tyre që u larguan për të ndërtuar ëndrrën në Shqipëri. Nda edhe biznesit do t'ja ulin në mënyrë drastike barrën fiskale. Vetëm me ulje në 10% të tatim fitimit. Rrogat e rrogtarëve me mbi rrogën e ulët rriten me 13%, sepse kjo taksë është 23%. TVSH-ja do zbres në 15%. Energjia për bizneset në 6 lek, për qytetarët në 7 lek. Dibra si premtoj kompletimin e plot të infrastrukturës saj në rrugë, në ujësjelsa, kanalizime. Dibra, Mati dhe Bulqiza do të kenë infrastrukturën më moderne. Skavica kur nuk do ndërtohet. Jo. Të dashur miq, ky vit është një vit vendimtar për të ndarë nga kjo e keqje e madhe. Diaspora shqiptare është e tëra në këmbë. Ka jo një po shumë përfaqësues të saj në këtë sallë dhe unë i përshëndes shumë përzemërsisht. I përshëndes vëllezërit motrat tona kudo që janë. I ftoj të votojnë me dignitet, të votojnë në privatësinë e tyre, të votojnë si qytetarë dignitoz për të shpëtuar këtë vend nga narkodiktatura e dytë, për të rikthyer në Shqipëri
shpresen besimin të afën tonë. Miq, Shqipëria madhështore është Shqipëria e familjes shqiptare madhështore. Ne jemi dhe do mbetemi për shëjtrin e familjes. Për ne, familja është djepi i të gjitha vlerave, është djepi mëkimit të dijes, adhetaris, ndërshpëris, virtuteve. Ndaj dhe ne, kur prind s'do mund t'i quaj me numra prindi 1 dhe prindi 2, nën dhe bab do t'jetë e sankcionuar në gjitha ligjet tona. Më parë, erdhi këtu edhe ai burreci 2 metra i gjatë. Ai nuk u tha një fjalë, sepse rruga e kombit zgjati 12 vite në kohë kur duhet përfundonte. Kishte çdo fond dhe projekt për të përfunduar 2016. Dhe një gjë, do t'i them asaj zonjës nderuar që i tha se shkojmë Tiranë, të garantoj dhe t'ja fjalën nderit, se po të qesa për Edi Ramën kur ajo rrugë nuk ndërtohej. Jo, mos gaboni. Ja ku e keni rrugën e Lurës. Rruga, Lura, është bukuri prallore, është kreshte e turizmit. Dhe ka 12 vjetë se ndërton do të rrugën. Jo. Por, atë rrugën meritoni plotësisht. Ajo rruga e dytë e kombit. Dhe kemi krenarit madhe se ndërtuam 32 kilometrat e para. Dhe ju garantoj se në vitin 2016 ajo do ishte inaugurue me parametra shumë herë më të mirë se kjo sot. Edi Rama nuk ju tha ju se ku shkuan 130 milion euro për djegësin e Tiranës që se ekziston as një tull dhe para tuaja janë dhënë. Nuk u tha një fjalë se me çpara bleu kopshtin e Denit 5 milion euro në borën e kryeministrisë, që s'ka kryeministër në botë që bën një shpenzim të tillë. Nuk u tha një fjalë. Si mundet një kryeministër të ulet në një ndeshje sporti me 28.000 euro biletën? Nuk u tha një fjalë. Si mundet një kryeministër, ndërkohë që fshatarët e tij përdorin akoma parmendën, tudhtoi dhe shpenzoi 21 milion euro me avion dispozicion? Jo, këto nuk i tha asnjë fjalë. Por këtu tani, do t'i them Edi Ramës këto fjalë. Në Dibër, në këtë sallë, ti erdhe me gjuhën e pushtuesit dhe gjuhën e kopukut. Të dyja. Në qoftë se mram, në këmbë, unë të dhash një përgjigje duke lexuar projnë tënë psiqik freudian, sot edhe popullore ishte ajo, i kishte përzier, sot unë kam një përgjigje tjetër. Ti erdhe si pushtues, sepse i lejohet vetës të normalisht një fyrje kolektive. Një loj si dikur parë si tu, që këta bura vigan, adetar, patriot, i shpallin armiq
se qëndronin për atë dhe, se qëndronin për besimin tek Zoti për Dibrën dhe Shqipërinë. Ti fole dje si kopuk. Sigurisht me ato ministreshat tua që gjigna minglohen në atë mënyrë. Tani do të them unë ty, as një fjalë nuk t'ja përgjigje, sepse përgjigjen më të shkëlqyer ta dha Dibrania në sallë, e cila u ngrit dhe tha se burrat tanë janë të mrekullueshëm. Edhe unë e vlerësoj atë. Por do ta them të këtu. Burrat e Dibrës janë si malet e Dibrës. Njëra i që i sulmon. Rov Dibra,